Qeveria ka parashikuar të investojë 80 miliard lekë ose 5.4% të prodhimit kombëtar për vitin e ardhshëm. Ministri i Zhvillimit Ekonomik Arben Ahmetaj tha se kjo është shifra më e lartë e 5 viteve të fundit. Kjo është një shifër rekord duke futur në paket uljen e deficitit, uljen e borxhit publik, ruajtjen e nivelit, madje në shumë aspekte rritjen e buxhetit social, mos prekjen në asnjë mënyrë të buxhetit social, rritjen e subvencionit për energjinë. Fondi total i investimeve është i ndarë në dy pjesë. 67.5 miliard lekë janë investime në projekte kombëtare, ndërsa 12.5 miliard lekë të tjera kalojnë përmes Fondit Rajonal të Zhvillimit që administron pushteti vendor. Por ndarja sipas zonave e këtij fondi ka shkaktuar debate të forta mes deputetëve të majorancës. Investimet në qarqet veriore, në krahasim me qarqet e jugut, të lutem me njëjtën numër banorësh, kalojnë 3 fishën e investimeve. Prandaj të lutem dëgjoj. Dhe ju lutem shumë, nëse doni të flisni për parime, për ta ndarë Shqipërinë është shumë kollaj. Pa ndarë fare Shqipërinë, mund t'ju them se investimet për qarkun Gjirokastër janë 2 fishi i investimeve për qarkun. Edhe një herë tjetër, për vitin 2014. Zoti Kaderi mos i fryni kësaj historie. Edhe ti e kupton që ne jemi këtu për të riparuar dhe jo për të hedhur syt nga kaluara, por parashikimi i vitit 2015, ajo që kërkoj unë, duke referuar shpërndarjes fondeve të 2014 duhet të jetë me korrekt. Ministri i Zhvillimit Ekonomik Arben Ahmetaj tha se rritja e tatimit mbi të ardhurat është një politikë që nuk synon rritjen e barrës, por vendosjen e drejtësisë fiskale. Si është e mundur që një punësuar të paguaj 15% edhe një sipërmarrës që merr dividend të paguaj 10%? Nuk ka arsye, do duhet balancohen. Pra, politika fiskale që kemi ndjekur, ajo paket modeste në ekuilibrim dhe shumë pozitive në lehtësim procedurës është vazhdimsi e drejtësisë fiskale që ne kemi nisur. Kush fiton më pak, patjetër do paguajë më pak. Zoti Ahmetaj akuzoi opozitën se përmes deklaratave të rreme, si ajo e taksimit të depozitave, po përpiqet qëllimisht të përhap panik në ekonomi. Sipas tij, edhe rritja e taksës së naftës do të ketë ndikim të papërfillshëm në kostot e biznesit, ndërsa Erion Braça ju kujtoi sipërmarrësve një tjetër llogari. Dhe kush pyet për barrën fiskale, dhe kush vjen para këtij komisioni dhe çdo tavolinë tjetër të flas për barrën fiskale, duhet të ketë parasysh pikërisht këtë gjë. 635 milion dollar që do të shlyen deri në fund të vitit tjetër borxhet prapambetura. Dhe kujtoni, barra fiskale e rritur në 2 vjet. Ajo që quhet barrë fiskale e rritur në 2 vjet, është vetëm 36 miliard lekë, ndërkohë që kemi marrë përsipër të shlyejmë 63.5 miliard lekë. Drejt për drejt tek sipërmarrja. Në paketën e re fiskale, qeveria ka rritur nga 10 në 15% tatimin mbi të ardhurat personale veç pagës, ndërsa në të njëjtën kohë rritet me 10 lekë për litër taksa e naftës dhe 20 lekë për paket akciza e cigareve.